Data 5-6-7 mars, ndoshta I keni përcjell edhe emisionet më herët që kanë qenë, për mu kanë qenë kthim në një moment që unë kom qenë djalë I ri, kom jetu në Zvicër në atë kohë, edhe kur nuk jenë në ngjarje pavarësisht të kujt edukimit patriotik familjare, pavarësisht të rrethana, vjen Kosovë për shembull të pushime verore ose dimrore, por nuk je gjithë ditën me problemet e vendit, edhe ti sigurisht që ke me zhvillu jetën atje ku je. Po 5, 6 edhe 7 marsi ma ka ndryshu pastaj atë rrjedh jetës, edhe unë e kom thonë edhe më herët, nuk më intereson kurrë për veten time, përpos që të vi dhe të kontriboj sa di edhe muna për vendin tërë. Edhe ato I munu mi bo maksimalisht sa kom ditë edhe kom mujtë me shmish e shpirt. Familja e Shari, kër është sulmu, jenë dëgju të shtënat edhe në fshatin tim. Edhe pastaj bashkë me babajnë, me fqiun Hasanin, kemi intervenu edhe kemi shku atje. Unë me një aparat thjesht me një televizion suedes kam arrit me shku. Besoj që edhe ato fotografi cilat jenë publiku në atë kohë në internet e kam pas efektin e vetë, sepse nëse sot I ka ndodhë një familje dikun në Kosovë, pavarësisht që është familja e Share apo një familje tjetër, nëse do t'i ndodhë dhe familjes tane dhe familjes teme dhe së cilës familje, nëse na nuk I rrokum armët për ta mbrojt familjen, veten edhe venin tonë. Tash mi u fol për emocionet, nashta më shumë kam emocione sot kur flas sepse atëherë ju jeni dëshmitar të momenteve caktuara, ndoshta e keni një konfrontim diçka dhe në atë moment adrenalina jote punon aq shumë sa që ty duket krejt normale. Vetëm kur qetësohesh ti, atëherë thu o Zot ku kesh dhe çfarë ka mujt me ndodh. Kështu që unë kur kam shku me atë televizion, mu ka duk vetja që nuk kam faj, unë kom marrë prej Zvicrë, televizioni suedez është një televizion që po do me marrë fakte, argumente, domethënë të asaj kohe, dhe vetëm me datën 8-ën ja kom fillu me menu kështu pak ma shumë se çka ka mujt me ndodh që ato. Gjithçka ka mujt me ndodh, edhe kush ka pas me kajt për ty, ose kush ka pas me ngrit zonin për ty, kur ti ke pa me sy tu, fëmijë, plaka, që kanë qenë domethënë të vranë pa asnjë drejt. Kështu që unë besoj që në atë kohë emocionet janë të momentit dhe janë shumë të vështira, janë shumë të rana, se po flasëm për 24 vitet më herët, Kosova ka qenë gjithandej, domethënë, e okupuar, rrezikuar dhe çdo qytetar dhe pavarësisht drejtën e vet, qoftë që është merr me biznes, qoftë që është marr ato, ai ka pas shumë drejt për biznesin e vet, po sistemi I tillë ka qenë që pse ti duhet me lajmu, duhet me bë marka nuk është valutë e Jugosllavisë dhe e ka marr, kështu që kanë qenë padrejtësi jashtëzakonisht mëdha edhe për atë arsye na kemi të qenë detyruar me bë luftë. Po unë besoj që rasti I Ashareve e ka sensibilizu opinionin e gjerë ndërkombëtare, veçanërisht shqiptarët kudo që kanë qenë nëpër botë, që po si rrokët tash armët, do t'ju ngjajë edhe në familjen e juaj kjo. Sepse mrena 2 dite të vriten 60 anëtar të familjes. Kjo ka qenë domethënë diçka që e ka pa këtë bota që është jo e drejt, edhe tash po flasëm mas 24 vite, hala nuk e besoj dikun ndaj ushtri e botës që u gjyku edhe u dënu ma shumë se që është gjyku UÇK-ja. Për çka? Mos kemi shku në Serbi me luftu, na kemi luftu në vend tonë, për vendin tonë, për familjen tonë, për drejtën tonë. Edhe sot që po flas para kësaj kamere, domethënë I kemi krerë të UÇK-s që janë plotësisht padrejtësisht në gjykat, që e keni ndëgju vetë thaqen çka tha ditë, kanë kërku hetime, ju kemi dhënë mundësi hetimeve, jo duhet edhe një gjykat speciale për me këtë hijet zeze, apo në më gjykat speciale dhe tash duhet me shku përsëri me pagu borxhin njerëzit që kanë qenë nga vitet 90-ta në shërbim këtij vendi. Unë pavarësisht që kam njoft Ademin më herët, sepse jemi edhe një lidhje familjare, po atë ditë nuk e pas mundësi me identifiku për shkak se ka qenë paksaj dëmtuar në Nofull. Edhe unë kur I kom fotografu kam qenë pak me stres,
fillimisht për shkak se bësh impresion që mos me hy edhe unë nuk e pyeta asken hina si televizion suedez, si gazetar suedez, flisja suedisht në atë kohë, edhe i kam zhvillu gjitha ato fotografi, sepse janë shumë trana për opinionin me i pa ato, janë disa të publikuara, po disa të tjera për shkak të përmbajtjes tranë nuk besoj që është okej mi pa fëmija, mi pa domethënë grup mosha të ndryshme. Edhe gjithë kohën une ato fotografi që i kam zhvillu, jo vetëm të antarëve të vranë, edhe të shtëpive të shkatërrune, demolune, djegëne, gjitha ato, unë i kam shfrytëzu atë identitetin tim që kom pas si syti lërshën, edhe në bazë që asaj pastaj edhe kam arrit në fund me shpëtu të një momenti të caktuar. Në të gjatë, të flasim për njësi speciale, do ta kuptojmë sepse ne jemi organizu shumë shpejt dhe në kohë kaq të shkurt nuk ka mundësi ta ketë atë epitetin speciale sikur që janë ushtrit e rregullta në përbot. Mirë po, në kuadër të atij organizimi ne kemi zhvillu trajnime shumë intenzive dhe i kemi seleksionu pas ushtarët cilët janë, cilët janë. Për shembull vetëm në zonën e Shalës kemi pas më tepër se 100 ushtarë brenda 2 muajve që i kemi seleksionu dhe kemi ngel në fund ata 46 vetë dhe kemi vazhdu deri në fund, që gjysma e tyre janë të varrosur, të plagosur domethënë gjatë luftës, 2 prej tyre janë të vrarë që dëshmuar në kuadër të njësisë. Përgatitjet tona personalisht domethënë të mia janë zhvilluar në Tiranë, ne janë zhvilluar në Qerret, pastaj ato përgatitje që i kemi marrë ne në Qerret, i kemi shpërndarë në gjitha zonat e Kosovës. Njësiti ka pas 46. Realisht, 80% ushtarëve të njësisë speciale të zonës operative të Shalës janë e prurë të lartë në ushtrinë e Kosovës, në kuadratet të ndryshme dhe që dhanë një kontribut të jashtëzakonshëm, pastaj janë edhe instruktor për pranimin e kadetëve të tri që njihem kogja mirë.